Në gjykatën e posaçme është zhvilluar seanca për dosjen Veliaj. Çështja duket se ka marrë një drejtim, është zhbllokuar. Gjykata e posaçme ka vendosur shqyrtimin e çështjes ndaj personave të përfshirë në dosje që kanë kërkuar gjykim të shkurtuar. Një nga personat për të cilët gjykata ka vendosur shqyrtimin e çështjes është edhe bashkëpunëtori i ngushtë i Erion Veliajt, Elman Abule, po ashtu edhe ish-deputetja Klotilda Bushka, si dhe 5 persona të tjerë. Çështja Veliaj, prej rreth 9 muajsh, është zvarritur në gjykatën e posaçme për shkak se kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, i akuzuar për 5 vepra të rënda penale, ka shtyrë gjyqet me makinacione dhe skema nga më të ndryshmet. Veliaj, që prej arrestimit të tij në shkurt të 2025-s nga qelia e burgut të Durrësit, duke përdorur mediat, ka dirigjuar një fushat sulmesh ndaj drejtësisë, ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve të çështjes. Skemat e tij të sulmeve kanë shkuar deri në lobime $220.000, duke mbushur raporte me mashtrime dhe gënjeshtra të cilat janë zbërthyer të gjitha, duke nxjerrë në dritë skenarët e kryebashkiakut dhe mediave të paguara prej tij për të ushtruar presion ndaj drejtësisë. Me vendimin e sotëm për ndarjen e çështjeve, ku 7 prej të pandehurve do të gjykohen me gjykim të shkurtuar, sjell dhe një zhbllokim të çështjes për personat e tjerë, duke mos qenë më peng i Veliajt dhe makinacioneve të tij për mos përballje me drejtësinë.